Horoskopi ditor, 5 maj. Një sinjal i heshtur mund të tregojë drejtimin e vërtetë. Jo çdo përgjigje vjen me zë të lartë, disa vijnë si sinjale të vogla që vetëm pak njerëz i kuptojnë. 5 maj është një ditë ku intuita bëhet më e fortë se çdo logjik. Një ndjesje e lehtë, një detaj i vogël, një reagim i pazakont mund të jetë pikërisht ajo që të tregon drejtimin e duhur. Disa shenja do arrijnë ta lexojnë këtë sinjal dhe të përfitojnë, ndërsa të tjerat mund ta injorojnë dhe të humbasin një mundësi. Nuk është një ditë për të qenë i shpërqendruar. Dashi. Një sinjal i vogël mund të të tërheqë vëmendjen në një mënyrë që nuk e kishe menduar dhe kjo mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që dukej e qartë. Një moment i vetëm mund të të tregojë se është koha për të reaguar ndryshe nga zakonisht. Në punë, një detaj që zakonisht do ta injoroje mund të jap një avantazh nëse e kap në kohë. Në marrëdhënie, një reagim i vogël mund të zbulojë një ndryshim në sjelljen e dikujt. Mos e anashkalo atë që ndjen. Është një ditë për të qenë i vëmendshëm dhe për të reaguar me zgjuarsi. Nëse arrin të lexosh sinjalet që vijnë, mund të përfitosh nga një zhvillim që të tjerët nuk do ta vërenin. Demi. Një ndjesje e lehtë mund të shoqërojë gjatë gjithë ditës dhe të japë përshtypjen se diçka nuk është plotësisht si zakonisht. Një moment i vogël mund të tregojë se është koha për të rishikuar një situatë që e kishe marrë si të sigurt. Në punë, një zhvillim i vogël mund të kërkojë një reagim të kujdesshëm për të shmangur një pasojë më të madhe. Në marrëdhënie, një sjellje e ndryshme mund të bëjë të reflektosh më thellë. Mos u kap fort pas rutinës. Është një ditë për të qenë i hapur ndaj asaj që ndryshon gradualisht. Nëse e kupton në kohë këtë sinjal, mund të marrësh një drejtim që të sjellë më shumë stabilitet. Binjakët. Një informacion i vogël mund të vijë në një moment që nuk e pret dhe të ndryshojë mënyrën si e sheh një situatë që dukej e qartë. Një detaj i vetëm mund të bëhet çelësi për të kuptuar një zhvillim më të madh. Në punë, një ide që lind papritur mund të japë një avantazh nëse e ndjek menjëherë. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë një kuptim që nuk është thënë hapur. Mos e nënvlerëso atë që dëgjon. Është një ditë për të qenë i pranishëm dhe për të reaguar me inteligjencë. Nëse arrin të lidhësh informacionin në kohë, mund të marrësh një vendim që të çon drejt një drejtimi më të mirë. Daforia. Një ndjesje e brendshme mund të tregojë se diçka po ndryshon edhe nëse nuk ka asnjë shenjë të dukshme për të tjerët. Një moment emocional mund të vendosë përballë një reagimi që kërkon sinqeritet dhe vëmendje. Në punë, një zhvillim i vogël mund të kërkojë më shumë ndjeshmëri se sa analizë. Në marrëdhënie, një moment i heshtur mund të tregojë më shumë se çdo fjalë. Mos e injoro atë që ndjen. Është një ditë për të dëgjuar veten dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të kuptosh këtë sinjal të brendshëm, mund të zbulojë një të vërtetë që do të ndikojë në mënyrë të thellë në vazhdim. Luani. Një zhvillim që nuk e kishe parashikuar mund të vendosë përballë një situate ku duhet të reagosh me shpejtësi dhe vetbesim. Një moment i vetëm mund të tregojë se është koha për të marrë kontrollin dhe për të mos pritur më nga të tjerët. Në punë, një mundësi mund të shfaqet në mënyrë të papritur dhe do të kërkojë guxim për ta kapur në kohë. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të ndryshojë mënyrën si dikush të sheh. Mos e lër këtë moment të kalojë pa vepruar. Është një ditë për të treguar forcën dhe për të marrë iniciativë. Nëse vepron me qartësi dhe pa hezitim, mund të kthesh një situatë të zakonshme në një hap të rëndësishëm përpara. Virgjëresha. Një detaj i papritur mund të tërheqë vëmendjen dhe të bëjë të kuptosh se një situatë nuk është ashtu siç e kishe menduar. Një moment i vetëm mund të japë një sinjal që duhet ta analizosh me kujdes. Në punë, një vëzhgim i saktë mund të ndihmojë të shmangësh një vendim të gabuar që do të kishte pasoja më vonë. Në marrëdhënie, një ndryshim i vogël në sjelljen e dikujt mund të zbulojë një të vërtetë që nuk është thënë hapur. Mos e shpërfill atë që sheh. Është një ditë për të qenë i përqendruar dhe për të kuptuar atë që fshihet pas sipërfaqes. Nëse arrin të lidhësh detajet, mund të marrësh një vendim që të çon drejt një drejtimi më të sigurt. Peshorja.
një situatë që dukej e qetë mund të ndryshojë drejtim në mënyrë të papritur dhe kjo mund të vendosë përballë një zgjedhjeje që nuk mund ta shtysh më. Një moment I vetëm mund të tregojë se është koha për të vendosur kufi të qartë. Në punë, një vendim mund të ndikojë drejt për drejt në mënyrën si të tjerët të shohin dhe kjo kërkon qartësi. Në marrëdhënie, një bisedë mund të çojë drejt një të vërtetë që nuk mund ta injorosh më. Mos u përpiq të ruash një balancë që nuk është reale. Është një ditë për të qenë drejt për drejt dhe për të marrë vendime të forta. Nëse vepron me vendosmëri, mund të rikthesh kontrollin në një situatë që po lëkundej. Akrepi. Një zhvillim që ka qenë I fshehur mund të dalë në sipërfaqe në një mënyrë që nuk e prisje dhe kjo mund të vendosë përballë një reagimi të menjëhershëm. Një moment I vetëm mund të tregojë se është koha për të përballuar një të vërtetë që e ke ndjerë prej kohësh. Në punë, një situatë mund të japë një avantazh nëse e kupton drejtimin e saj në kohë. Në marrëdhënie, një moment I vogël mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person. Mos ki frikë nga ajo që zbulohet. Është një ditë për të marrë kontrollin dhe për të reaguar me qartësi. Nëse vepron pa hezitim, mund të kthesh një situatë të ndërlikuar në një mundësi të fortë përpara. Shigjetari. Një lëvizje e papritur mund të nxjerrë nga rrjedha që kishe planifikuar dhe të vendosë përballë një situate që kërkon reagim të menjëhershëm. Një moment I vetëm mund të tregojë se është koha për të parë një drejtim të ri. Në punë, një zhvillim I shpejtë mund të japë një mundësi që kërkon fleksibilitet dhe vendosmëri. Në marrëdhënie, një reagim I papritur mund të bëjë të kuptosh diçka që nuk e kishe parë më parë. Mos u mbështet tek planet e vjetra. Është një ditë për të qenë I hapur ndaj ndryshimeve dhe për të reaguar në kohë. Nëse arrin të përshtatesh shpejt, mund të përfitosh nga një situatë që të çon drejt një drejtimi më të mirë. Britsjapi. Një situatë që dukej e qëndrueshme mund të fillojë të ndryshojë në mënyrë të heshtur dhe kjo mund të vendosë përballë një vendimi që kërkon qartësi. Një moment I vetëm mund të tregojë se është koha për të rishikuar një plan që e kishe konsideruar të sigurt. Në punë, një zgjedhje e menduar mirë mund të ndihmojë të ruash stabilitetin edhe në kushte të paqarta. Në marrëdhënie, një moment I heshtur mund të zbulojë më shumë se çdo bisedë. Mos u mbështet vetëm tek ajo që ke ndërtuar deri tani. Është një ditë për të qenë I kujdesshëm dhe për të reaguar me maturi. Nëse arrin të ruash qartësinë, mund të mbash nën kontroll një situatë që po ndryshon drejtim. Ujori. Një ide që lind papritur mund të çojë drejt një zgjedhjeje që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë që të ka shqetësuar. Një moment reflektimi mund të japë një perspektivë që nuk e kishe konsideruar më parë. Në punë, një zgjidhje kreative mund të japë një avantazh nëse e zbaton në momentin e duhur. Në marrëdhënie, një bisedë mund të ndihmojë të kuptosh më mirë qëllimet e dikujt. Mos u kufizo nga mënyrat e vjetra të menduarit. Është një ditë për të qenë I hapur ndaj ideve të reja dhe për të reaguar me fleksibilitet. Nëse arrin të mendosh ndryshe, mund të krijosh një ndryshim që të çon drejt një rruge më të mirë. Peshqit. Një ndjesi e thellë mund të tregojë se diçka po ndryshon edhe nëse nuk ka shenja të dukshme për të tjerët. Një moment I vetëm mund të vendosë përballë një reagimi që kërkon sinqeritet dhe guxim. Në punë, një zhvillim mund të kërkojë të besosh më shumë tek instinkti sesa tek analiza. Në marrëdhënie, një moment I vogël mund të tregojë një të vërtetë që nuk e kishe pranuar. Mos e shtyp atë që ndjen. Është një ditë për të qenë I hapur dhe për të reaguar pa frikë. Nëse arrin të besosh tek vetja, mund të krijosh një ndryshim që do të ndikojë në mënyrë të thellë në rrugën tënde. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën sinjali nëse mendon se kjo lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri I Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.